Të dashtën qytetarë. Sot jemi mbledh këtu për me shpreh solidaritetin ton me protestat në Shqipëri që janë të bo për me mbrojt tokën edhe natyrën në Zvërnes, Sazan e përtej. Javë të fundit, tashma gjithë bota u njoftu për marrëveshjen ndërmjet Jared Kushner edhe Edi Ramës. Një marrëveshje kjo e cila synon me zavtu tokën shqiptare e me ja u dhënë pasanikëve. Pra, me shëndru një vend të tonë në resort e enklav për milioner të huaj e vendor. Zvërnevci dhe Sazani shpeshherë portretizoheshin në mediat ndërkombëtare si diamantet natyrore të Shqipërisë. Edhe si të tilla nuk është e çuditshme për ne që nën këtë qeverisje grabiçare herë do kur apetitet e kapitalit global të përfaqësuar me kësaj radhe prej Jared Kushner dhe Ivanka Trump me zbarku në këto toka edhe me fillu shpërndësimin e tyne prej publikës në private. Oligarkia nuk pranon, nuk duron që pasunia me qenë publike edhe me ju përkit qytetarëve, që natyra me egzistu për te i kthetënve të tyne. Kësaj, me aminin e Edi Ramës, kjo toku shit dhe me njëherë zotët e ri, zionist e oligark, fillun brutalizimin e tyne ndaj natyrës dhe popullatës venalike. Duke grabit jo veç tokat, po dhe mundësim për jetë në ato zona, edhe duke grabit protestus në pikë të ditës. Këto ditë, privatizimit të egër kapitalist dhe qeverisës autokratike të Edi Ramës, që ka kap toka, media e çdo celuli institucionale, po duket se po i tronditën themelët. Rezistenca dhe bashkimi mbar popullor i popullit shqiptar, përveç që po e sfidojnë prej periferisë neoliberalizmin që po na shitet si modeli vetëm zhvillimor në rajonin ton, po e artikulojnë atë në të vërtetën e saj. Një regjim që shpronson, dërmon, shkatron jetën dhe ekosistemin veç për pasurimin e paskajshëm të 1%-shit. Ky refuzim i këtij partneriteti hajnie, për ne këtu nuk është veç një protest. Është edhe një kryengritje ndaj qeverisjes që traton popullin, tenton me shndru ata në një argat të pakicës pasanike që është edhe gjakpirse, edhe tenton me shukat me dhunë popullin kur qohet me mbrojt vetën dhe tokën e vetë. Andaj, sot prej Kosovës ne u akoptojmë shoqëve e shokëve tanë në Shqipëri e krejt popullit shqiptar atje që lufta e tyne është edhe e jona. E themi qartë se kjo luftë është paqe drejt sa edhe domosdoshme, që populli shqiptar nuk mund të jetë i lirë kur prangat e miliarderëve zionist po zbarkojnë edhe në Shqipni për me kolonizu edhe tokat shqiptare. Prandaj, sot e për herë rreshtohemi krejt drejt edhe pranë atyne që sot po luftojnë për vetën edhe tokat e tyne, për natyrën dhe për jetën, edhe qëndrojnë të bindun se populli shqiptar do të triumfoj, Edi Rama dhe miqtë e tij do të mposhtën, Zvërnevci, Sazani, Rjolli, Lumi Vjosa e çdo cep i vjedhun do t'i kthejnë Shqipërisë dhe popullit shqiptar, dhe vetmja koloni që do të qëndroj është ajo e flamingove. Post-kolonializmi! 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 Shqipnia është e jona, jo oligarkëve! 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 Mos e prekni nartën! Mos e prekni nartën! Mos e prekni vjosën! Mos e prekni vjosën! Mos e prekni vjosën! Mos e prekni vjosën!